Nuk të lejohet më. Të lutem, mund të shpjegoj. Ai psherti u thellë. I morën distinktivin sikur të mos ishte gjë. Sikur 11 vjet të mos kishin fare pesh. Rojtari nuk donte ta shikonte në sy. Qëndronte në korridorin e spitalit rajonal të Tiranës, syt të ngulur në dy sheme, duart e tij të shtrënguara përpara si në një funeral. Dhe në një farë mënyre, ashtu ishte. Amara Berisha qëndronte para tij, ende e veshur me uniformën e saj blu të errët, ajo me njollën e vogël të kafes në mëngën e majt që nuk kishte pasur kohë ta hiqte. Stetoskopi i saj i varej ende në qafë. Distinktivi i identifikimit ishte i mbërthyer në xhepin e kraharorit. Amara Berisha, infermiere në repartin e pediatrisë, Spitali Rajonal i Tiranës. Ajo e kishte mbajtur atë distinktiv çdo ditë për 11 vjet. Rojtari zgjati dorën dhe e shkëputi. Zonja, më duhet distinktivi dhe karta juaj e aksesit. Është rregullore e spitalit. Amara e pa teksa ia mori. Pastaj emri i saj u zhduk brenda grushtit të tij. 11 vjet të palosur në një grusht. Pas rojtarit, administratori i spitalit, Viktor Doda, qëndronte me një dosje në duar dhe një shprehje në fytyrë sikur po qortonte një qen. Ai ishte 51 vjeç, i gjatë, 1,90 cm, i dobët dhe këndor si një ndërtesë pa kthesa. Lëkura e tij ishte në një nuancë të mesme të errët, e lëmuar. Koka e tij ishte e rruar pastër. Nofuli i tij ishte i prerë si xham. Sytë e tij ishin të errët dhe të sheshtë, nga ata që llogarisin gjithçka dhe nuk ndjejnë asgjë. Ai mbante një kostum ngjyrë qymyri, një këmishë të bardhë dhe një kravatë ngjyrë vere të tërhequr aq fort sa dukej sikur po e ndëshkonte. Zonja Berisha, tha Viktori, me zë aq të sheshtë sa sytë e tij, punësimi juaj në Spitalin Rajonal të Tiranës është ndërprer me efekt të menjëhershëm. Ju keni shkelur 3 protokolle të veçanta. Ju keni administruar trajtim të paautorizuar. Ju keni përdorur burime spitalore pa miratim. Dhe ju keni kundërshtuar drejt për drejt një urdhër transferimi nga administrata. Unë shpëtova jetën e një fëmije, tha Amara. Ju e keni tejkaluar autoritetin tuaj. Ai ishte 7 vjeç, zoti Doda. Po vdiste. Dhe ai nuk ishte pacienti juaj për ta shpëtuar. Amara i ndjeu fjalët si një shupllak. Ajo shikoi poshtë korridorit. Dhoma 714. Dera ishte e mbyllur. Pas saj, një djalë 7 vjeçar po flinte gjallë, fal asaj që ajo kishte bërë 6 orë më parë. Dhe 30 metra larg asaj dere, i shtrënguar pas murit sikur po përpiqej të zhdukej në të, një burr po shikonte. Ai ishte i dobët, i heshtur. Mbante tuta gri, nga ato që mban stafi i pastrimit. Lëkura e tij ishte një ngjyrë kafe e errët, e pasur, me nuanca të ngrohta sofër. Fytyra e tij ishte e gjatë dhe këndore. Mollzat e tij ishin të larta dhe të mprehta. Sytë e tij ishin të thellë dhe të errët, jo të sheshtë si të Viktorit, por të thellë, pa fund. Ata sy që kishin parë gjëra që shumica i lexojnë vetëm në libra. Flokët e tij ishin të shkurtër, thinjur në tëmtha. Duart e tij ishin të ashpra, të ngurtësuara, dhe ai mbante dorezën e një fshese lagështje sikur ishte e vetmja gjë që e mbante në këmbë. Emri i tij ishte Besnik Leka. Ai ishte pastruesi i natës në katin e 7. Ai ishte gjithashtu baba i djalit. Dhe po shikonte gjithçka. Amara nuk e shikoi. Nuk mund ta bënte. Nëse do ta shikonte baban e fëmijës që sapo ishte pushuar nga puna për ta shpëtuar, do të shpërthente. Dhe ajo i kishte premtuar vetes shumë kohë më parë se nuk do të thyej kurrë para një burri që nuk i meritonte lotët e saj. Ajo u kthye nga Viktori. 11 vjet, tha ajo. 11 vjet? Po më flakni si plera përse bëra punën time? Puna juaj, tha Viktori, duke u afruar, është të ndiqni urdhrat, jo të luani heroin. Ai u kthye dhe eci poshtë korridorit, këpucët e tij të lëmuara duke klikuar mbi linoleum si një metronom që numëronte fundin e diçkaje. Rojtari i dha Amarës një kuti kartoni, nga ato që japin kur nuk duan të kthehesh më. Ajo e mori. Ajo eci përtej dhomës 714. Nuk u ndal. Nuk shikoi brenda. Por dora e saj u shtri dhe gishtat e saj prekën derën, mezi, teksa kalonte. Brenda asaj dhome, një djalë 7 vjeçar i quajtur Iliri Leka po merrte frym fal saj.
Dhe kjo ishte e mjaftueshme. Por kjo histori nuk fillon këtu. Kjo histori fillon 14 orë më parë në shi dhe te hyrja e pasme e një spitali që do të bëhej vendi më i rëndësishëm në jetën e 4 njerëzve. Disa njerëz hynë në spital duke pritur të shpëtohen. Disa hynë duke u lutur për një mrekulli. Dhe disa hynë duke mbajtur një të tillë. Ishin 9:47 minuta të darkës së një të martë kur Besnik Lejka e çoi djalin e tij në përhyrjen e urgjencës së Spitalit Rajonal të Tiranës. Shiu binte me rëkesh. Jo një rigë e lehtë. Një furi shiu që përkul pemët dhe I kthen parkimet në lumenj. Besniku ishte lagur nga kokat e këmbët. Tutat e tij gri ishin bërë të zeza nga uji. Këpucët e tij linin pellgje në dysheme me çdo hap. Por ai nuk mendonte për shiun. Ai mendonte për djalin në krahët e tij. Iliri ishte 7 vjeç, I vogël për moshën e tij, rreth 1,10 centimetra, 23 kilogram. Lëkura e tij ishte po aq e errët dhe e pasur sa e babait të tij, me të njëjtat nuanca të ngrohta sofër. Fytyra e tij ishte e rrumbullakët, ndërsa e babait këndore. Sytë e tij, zakonisht të gjerë dhe të ndritshëm, plot pyetje, ishin të mbyllur. Frymëmarrja e tij ishte e cekët, e shpejtë, e gabuar. Ai kishte qenë I sëmur për 3 ditë. Besniku kishte bërë gjithçka që dinte. Çarçaf të ftohtë në ball. Ilaçe për fëmijë nga farmacia. Lutje në gjuhën e tij të folura mbi shtratin e djalit në orën 2 të mëngjesit. Por ethet nuk zbrisnin. Dhe sonte, Iliri kishte pushuar së ngrëni. Pastaj pushoi së foluri. Pastaj filloi të dridhej. Besniku nuk kishte sigurim shëndetësor. Nuk kishte makinë. Ai e kishte mbështjell djalin e tij në një batanie dhe kishte vrapuar 6 rrugë në përstuj drejt spitalit. Dhoma e urgjencës ishte kaos. Një aksident rrugor kishte sjell 4 persona një orë më parë dhe çdo shtrat ishte I zënë. Çdo infermiere po vraponte. Pika e triazhit ishte mbushur me njerëz që kolliteshin dhe prisnin. Besniku qëndronte në mes të gjithë kësaj duke mbajtur djalin e tij dhe tha fjalët e vetme që gjeti në shiv. Të lutem. Djali im. Është shumë I sëmur. Të lutem, ndihmë. Infermierja e triazhit e shikoi. Pa tutat gri. Pa shiun. Pa asnjë kartë sigurimi, asnjë byzylyk identifikimi, asnjë dokument. Zotëri, fillimisht duhet të plotsoni këto formular. Uluni dhe prisni. Ai nuk po merr frymë siç duhet. Të lutem. Infermierja e shikoi djalin. Hezitoi. Pastaj thiri për një shtrat. E vendosën Ilirin në një zonë të perdes në pjesën e pasme të urgjencës. Erdhi një mjek. Kontrolloi shenjat vitale të djalit, dëgjoi gjoksin, vrejti vetullat. Pneumoni e avancuar në të 2 mushkëritë. Ka nevojë për antibiotik intravenoz, imazheri dhe më pas ndoshta një shtrat në reanimacion për monitorim. Mjeku shikoi kartelën. Pa sigurim. Pa, tha Besniku. Mjeku u ndal. Shkroi diçka në kartel. Pastaj tha qetësisht do t'i filloj lëngjet dhe raundin e parë të antibiotikëve. Por ju duhet të flisni me pranimin. Ata do të rregullojnë pjesën financiare. Besniku tundi kokën. Nuk e kuptoi gjithçka që tha mjeku, por kuptoi fillimi I parë. Kuptoi janisën. Kuptoi se dikush po e ndihmonte më në fund djalin e tij. Ajo që nuk e kuptoi, ajo që askush nuk I tha, ishte se 30 minuta më vonë, një flamur do të shfaqej në kartelën elektronike të Ilirit në sistemin kompjuterik të spitalit. Një flamur I kuq. 2 fjalë. Pa mbulim. Dhe ai flamur do të përfundonte në tryezën e njeriut që kujdesej më shumë për numrat se sa për fëmijët. Ajo nuk e zgjodhi turnin e natës. Turni I natës e zgjodhi atë, sepse atëherë pacientët që kanë më shumë nevojë për ty janë ata që askush tjetër nuk do t'i shohë. Amara Berisha kishte qenë infermiere në Spitalin Rajonal të Tiranës për 11 vjet. Kishte filluar në moshën 23 vjeçare, sapo kishte mbaruar shkollën e infermierisë, duke punuar ditën në repartin e të rriturve. Në moshën 26 vjeçare ishte transferuar në pediatri. Në moshën 28 vjeçare ishte bërë infermierja kryesore e natës në katin e 7, reparti I fëmijëve.
Tani ishte 34 vjeç, 1,65 cm, e hollë por e qëndrueshme, nga ato trupa që duken të brish, por mbajnë gjëra të rënda pa u ankuar. Lëkura e saj ishte një ngjyrë kafe e ngrohtë dhe e artë, me nuanca mjalti. Mollëzat e saj ishin të buta dhe të rumbullakta. Nofuli i saj ishte delikat. Sytë e saj ishin të mëdhenj, shprehës, ngjyrë qelibar të errët, nga ata që i bëjnë fëmijët t'i besojnë brenda sekondash. Flokët e saj ishin natyral, të shkurtër, kaçurela të ngushta pranë kokës. Hunda e saj ishte e vogël dhe e rumbullakët. Buzët e saj ishin të plota dhe pothuajse gjithmonë të harkuara në një buzëqeshje të butë dhe të durueshme. Nuk dukej si një luftëtare, por të gjithë në katin e 7 e dinin se ishte. Amara ishte rritur në Tiranë. Prindërit e saj kishin ardhur nga një qytet i vogël malor përpara se ajo të lindte. Babai i saj kishte drejtuar një taks për 22 vjet. Nëna e saj pastronte zyra gjatë natës. Ata i kishin mësuar 2 gjëra: puno më shumë se çdo kush në dhomë dhe mos kalo kur pranë dikujt që ka nevojë për ndihmë. Ajo nuk kishte kaluar kur pranë askujt. Në orën 11:15 të darkës, erdhi thirrja nga urgjenca. Një djalë 7 vjeçar, pneumoni, të 2 mushkërit, duke u transferuar në katin e 7 për antibiotik intravenoz dhe monitorim. Amara e përgatiti shtratin në dhomën 714 vet. Vendosi linjën intravenoze. Rregulloi monitorët. Dhe i erësoi dritat që të mos ishin të forta për sytë e një fëmije të frikësuar. Kur ndihmësit e futën Ilirin brenda, Amara priste te dera. Djali ishte mezi i ndërgjegjshëm. Sytë ju hapën për një çast. Pa fytyrën e Amarës. Pa buzëqeshjen e saj. Dhe dora e tij e vogël u shtri nga poshtë batanijes dhe kapi cepin e uniformës së saj. Nuk e lëshoi për 20 minuta. Besniku ecte pas shtratit me rrota. Ishte ende i lagur. Ende po dridhej, por jo nga të ftohtit. Nga frika. Unë jam babai i tij, tha besniku. Besnik leka. Iliri është djali im. Amara e shikoi baban. Pa tutat gri. Pa duart e ashpra. Pa tmerrin në ata sy të thellë. Dhe pa diçka tjetër. Diçka që e njohu nga fytyra e babait të saj shumë kohë më parë. Vështrimi i një njeriu që do të vdiste për fëmijën e tij pa hezituar. Zoti leka, tha Amara butësisht. Iliri do të jetë mirë. Unë do të kujdesem për të. Të premtoj. Besniku e shikoi. Nuk kishte shipen e mjaftueshme për të shprehur atë që ndjente. Kështu që thjesht tundi kokën. Dhe syt i u mbushën me lodh. Amara punoi gjithë natën. Monitoroi nivelet e oksigjenit të Ilirit çdo 15 minuta. Rregulloi pikatore kur venat e tij të vogla kishin vështirësi me gjilpërën. Mbajti dorën e tij kur qante në gjumë. Këndoi diçka të butë dhe të ulët. Një melodi që nëna e saj këndonte në dialektin e saj kur bota dukej shumë e madhe. Në orën 3 të mëngjesit, ethet e Ilirit kishin rënë gjysmë shkallë. Në orën 4, frymëmarrja i ishte qetësuar. Në orën 5, syt ju hapën. Ai e shikoi Amarën dhe përshpëriti një fjalë. Kam etje. Amara buzëqeshi aq gjerë sa i dhimbnin faqet. I solli ujë në një filxhan të vogël me një kash dhe e mbajti ndërsa ai pinte. Besniku ishte në gjumë në karrigen pranë shtratit, fshesa lagështia e mbështetur pas murit pranë tij, koka e përkulur në një kënd që do t'i lëndonte në mëngjes. Amara hodhi një batanie mbi supet e tij pa e zgjuar. Nuk e dinte kush ishte. Nuk e dinte se çfarë bënte. Pa një baba. Kjo ishte e mjaftueshme. Disa shohin një fëmijë. Disa shohin një kosto. Viktor Doda mbërriti në spital në orën 7:30 çdo mëngjes. Jo 7:29. Jo 7:31. 7:30. Parkonte në të njëjtën vend. Hyrte nga e njëjta derë. Mbante të njëjtën çantë lëkure. Pinte të njëjtën kafe të zezë nga e njëjta filxhan. Një filxhan i bardhë me logon e spitalit që nuk e kishte larë kur në lavamanin e pushimit. Viktor ishte administrator spitali për 4 vjet. Para kësaj, kishte drejtuar një zinxhir klinikash urgjence në Durrës. Para kësaj, kishte qenë një konsulent i kujdesit shëndetësor.
Gjithë karriera e tij ishte ndërtuar mbi një parim, një spital që humb para mbyllet dhe një spital i mbyllur nuk shpëton askën. Ishte një parim i arsyeshëm. Ishte gjithashtu lloji i parimit që të bën të lehtë të mos i shohësh më pacientët si njerëz. Në orën 8:15, asistenti i Viktorit vendosi një raport në tryezën e tij. Ishte regjistri i pranimeve të natës. 14 pacient të rinj. Ai skanoi listën. Syt ju ndalën te një hyrje. Leka, Iliri. Mosha 7. Diagnozë, pneumoni bilaterale. Sigurimi, asnjë. Burimi i pagesës, i paverifikuar. Pranuar, 11:22 pasdite. Kati, 7, dhoma, 714. Viktori mori telefonin. Më lidhni me infermierën kryesore në katin e 7. 5 minuta më vonë, po fliste me infermierën kryesore të turnit të ditës. Dhoma 714, djali Leka. Kush e pranoi? Urgjenca e transferoi. Infermierja Berisha përgatiti dhomën dhe administroi raundin e parë të trajtimit. Kush autorizoi trajtimin e zgjatur? Antibiotik intravenoz, monitorim, protokollin e plot? Kush firmosi? Pati një pauzë. Duket se infermierja Berisha e administroi trajtimin bazuar në urdhrat fillestar të mjekut të urgjencës. Nuk ka asnjë autorizim të veçantë nga mjeku kujdestar. Pra, ajo trajtoi një pacient pa sigurim, pa burim pagese dhe pa autorizim nga mjeku kujdestar. Fëmia ishte kritik, zoti Doda. Ajo ndoqi urdhrat e mjekut të urgjencës për stabilizimin fillestar. Gjithçka pas pranimit në repart kërkonte firmën e mjekut kujdestar dhe një lirim financiar nga pranimi. Asnjëra nuk ekziston. Viktori e mbylli telefonin. Hapi kompjuterin dhe tërhoqi dosjen e Ilirit. Dhe llogariti koston e parashikuar. Antibiotik intravenoz, monitorim, imazheri, zënia e shtratit, orët e infermierisë. 14.000 euro dhe duke u rritur. Për një pacient pa asnjë mundësi pagese. Ai hartoi një urdhër transferimi. Iliri Leka do të transferohej në spitalin e Qarkut, spitali publik, me efekt të menjëhershëm. Spitali i Qarkut ishte i mirë. Spitali i Qarkut ishte publik. Spitali i Qarkut trajtonte pacientët e pasiguruar. Por spitali i Qarkut ishte gjithashtu 45 minuta larg me ambulancë. Dhe lëvizja e një fëmije 7 vjeçar me pneumoni bilaterale në mes të trajtimit aktiv nuk ishte pa rrezik. As pak. Viktori nuk mendoi për rrezikun. Ai mendoi për 14.000 euro. Ai e dërgoi urdhrin e transferimit në katin e 7 në orën 9:02 të mëngjesit. Nëse je ende këtu, më lër të them diçka. Ajo që ndodh më pas është arsyeja pse ekziston kjo histori. Sepse ka momente në jetë kur të bësh gjën e duhur të kushton gjithçka. Dhe njerëzit që e bëjnë prap, ata janë ata që fati i kujton. Ajo kishte 10 sekonda për të marrë një vendim. Ajo e mori në 3. Amara ishte ende në repart. Turni i saj kishte mbaruar në orën 7 të mëngjesit, por ajo nuk ishte larguar. I tha vetes se po përfundonte shënimet. Por e vërteta ishte se nuk mund të largohej nga dhoma 714 derisa të ishte e sigurt se Iliri ishte stabil. Në orën 9:07, infermierja kryesore e turnit të ditës erdhi tek ajo me një urdhër transferimi të shtypur. Amara, administrata dëshiron që djali në 714 të transferohet në spitalin e Qarkut. Pa sigurim. Protokoll standard për transferimet e pasiguruara. Amara e shikoi letrën. E lexoi 2 herë. Ai është në raundin e 2 të antibiotikëve intravenoz. Nivelet e oksigjenit ju stabilizuan vetëm 3 orë më parë. Nuk mund ta lëvizësh në mes të trajtimit. Kështu thot urdhri. Urdhri është i gabuar. Infermierja kryesore e shikoi. Amara erdhi nga tryeza e Dodës. Ti e di si funksionojnë gjërat. Unë e di si funksionojnë gjërat. Unë gjithashtu e di se mushkëritë e atij djali mezi po qëndrojnë. Një udhëtim 45 minutësh me ambulancë mund t'i ul oksigjenin. Ai ka nevojë për të paktën 24 orë të tjera terapi të vazhdueshme intravenoze përpara se të jetë mjaftueshëm stabil për t'u transferuar. Flisni me mjekun kujdestar.
nuk ka mjek kujdestar. Askush nuk firmosi për trajtimin e tij. Ky është i gjithë problemi. Ai ra nëpër të çara sepse erdhi nëpërmjet urgjencës në mesnat pa dokumente. Infermierja kryesore Pshertiu. Pra, çfarë do të bësh? Amara u ngrit në këmbë. Lëmoi uniformën e saj. Shikoi poshtë korridorit drejt dhomës 714. Do të thëras doktoreshën Ngozi. Mjekja Ngozi ishte e vetmja specialiste pediatre në thirrje atë mëngjes. Ajo ishte 45 vjeç. E lindur në një qytet të vogël, por e rritur në Tiranë. Kishte qenë në spitalin rajonal për 8 vjet. Ishte brillante, e respektuar dhe e njohur për një gjë, nuk luante politikë. Amara e gjeti në dhomën e mjekëve me një filxhan çaj dhe një pirë dosjesh. Doktoresh Ngozi, kam nevojë që të shikoni një pacient. Dhoma 714. Një djalë 7 vjeçar, pneumoni bilaterale në mes të trajtimit. Administrata dëshiron ta transferojë në spitalin e qarkut. Pa sigurim. Pa mjek kujdestar në regjistër. Doktoresha Ngozi e uli çajin. Më trego. Ata ecën drejt dhomës 714 së bashku. Iliri ishte zgjuar tani. Ishte ulur në shtrat i vogël dhe i dobët kundrejt çarçafëve të bardhë, linja intravenoze që i dilte nga dora. Besniku ishte pranë tij, duke i mbajtur dorën tjetër. Doktoresha Ngozi e ekzaminoi djalin. Dëgjoi mushkëritë e tij. Kontrolloi kartelat. Kontrolloi ngopjen me oksigjen. Pastaj u kthye nga Amara dhe tha, ky fëmijë nuk është mjaftueshëm stabil për t'u transferuar. Lëvizja e tij tani mbart një rrezik të konsiderueshëm. Po vendos emrin tim në kartelën e tij si mjeke kujdestare dhe po urdhëroi vazhdimin e trajtimit. Ajo nxori stilolapsin dhe firmosi kartelën. Amara e ndiu gjoksin t'i lirohej. Faleminderit. Mos më falëndero. Po bëj atë që çdo kush me një licencë mjekësore dhe ndërgjegje do të bënte. Doktoresha Ngozi doli jashtë. 15 minuta më vonë, telefoni i saj ra. Ishte Viktor Doda. Doktoresh Ngozi, shoh që i keni shtuar emrin tuaj kartelës për dhomën 714. Po. Ai pacienti nuk ka lirim financiar. Unë lëshova një urdhër transferimi. Dhe unë e kam anuluar atë për arsye mjekësore. Fëmia nuk është stabil për transport. Doktoresh, ky është një vendim administrativ. Zoti Doda, ditën që të keni një diplomë mjekësore, mund të merrni vendime mjekësore. Deri atëherë, pacienti im qëndron këtu. Ajo e mbylli telefonin. Viktori u ul në tryezën e tij për një minutë të plot pa lëvizur. Pastaj hapi emailin e tij dhe shtypi një fjali për departamentin e burimeve njerëzore. Merrni dosjen e punësimit të Amara Berishës, reparti i pediatrisë, turni i natës. Ai pastronte të njëjtat dysheme çdo natë. Askush nuk pyeti ndonjëherë pse një njeri me duar si ai shtynte një fshes lagështie. Besnik Leka kishte punuar si pastruesi i natës në katin e 7 të Spitalit Rajonal të Tiranës për 2 vjet. Ai mbërrinte çdo mbrëmje në orën 10 të darkës. Largohej çdo mëngjes në orën 6. Pastronte korridoret. Zbraste plehrat. Pastronte banjot. Rimbushët mbajtëset e pecetave të letrës. Dhe e bënte të gjithë në heshtje, me kokën ulur. Dhe askush nuk e shikonte 2 herë. Stafi tjetër i pastrimit dinte 3 gjëra për të. Ishte nga një qytet në veri të Shqipërisë. Kishte një djalë të vogël. Dhe nuk fliste kur për jetën e tij përpara Tiranës. Ajo që nuk dinin mund të mbush një bibliotekë. Besnik Leka kishte lindur në Shkodër. Qyteti i lashtë që shtrihet aty ku liçeni i Shkodrës takohet me lumenj. Baba i tij kishte qenë peshkatar. Gjyshi i tij kishte qenë peshkatar. Stërgjyshi i tij kishte qenë peshkatar. Por besniku nuk kishte peshkuar. Besniku kishte ndërtuar. Në moshën 25 vjeçare, ai zotëronte një kompani ndërtimi. Në moshën 28 vjeçare, zotëronte 3. Në moshën 32 vjeçare, Leka Ndërtim ishte firma më e madhe private e ndërtimit në të gjithë Shqipërinë dhe rajonin, me projekte në Tiranë, Durrës, Prishtinë, Shkup. Ai ndërtoi rrugë. Ndërtoi ura. Ndërtoi spitale.
Ndërtoi shkolla. Qeveria shqiptare i dha një medalje kombëtare për zhvillimin e infrastrukturës kur ishte 35 vjeç. Ai vlente mbi 900 milion euro. Pastaj i vdiq gruaja. Blerta, 31 vjeçe. Një aksident makine në rrugën midis Tiranës dhe Durrësit. Një rrugë që kompania e Besnikut ishte kontraktuar ta riparonte, por nuk e kishte filluar ende, sepse qeveria po vononte leje. Ajo vdiq në një rrugë që ai duhej të rregullonte. Diçka u thye brenda Besnikut atë ditë. Jo lloji i thyerjes që shërohet. Lloji që ndryshon formën e gjithë. Kaje. Ai ja kaloi kompaninë vëllait të tij, Agimit. Mori Ilirin, atëherë 3 vjeç, dhe fluturoi për në Tiranë. Pse Tiranë? Sepse ishte afër shtëpisë, por larg në kuptimin që askush nuk e njihte. Sepse donte të ishte askush për një kohë. Dhe donte të dinte se si ndihej të ishe i padukshëm. Të mos kishte asgjë. Të shihte se si bota e trajton një njeri që lan dy sheme dhe mban tuta gri dhe nuk ka asnjë mbiemër që dikush e njeh. E mori vesh. Bota e trajtoi atë njeri si mobilje. Si hije. Si diçka që anashkalon rrugës për në ndonjë vend të rëndësishëm. Por kishte përjashtime. Përjashtime të vogla, të mrekullueshme. Ishte punonjësja e kafeterisë që gjithmonë i ruante një pjatë pas mesnate kur gjithçka duhej të ishte e mbyllur. Ishte rojtari që e thërriste vëlla çdo natë dhe e mendonte vërtet. Ishte infermierja në katin e 7 që thoshte, mirë mbrëma, zoti Leka, çdo natë. Jo sepse duhej, por sepse e shite. Amara. Ajo ishte personi i vetëm në atë spital që e thërriste me emër. Për 2 vjet, ai e kishte parë të punonte. E pa duke mbajtur duart e fëmijëve gjatë marrjes së gjakut. E pa duke qëndruar pas orarit për të ulur me një nën që qante. E pa duke i kënduar foshnjave në një gjuhë që ai nuk e njihte, por e kuptonte prapë. Dhe kur djali i tij u sëmur, kur ethet u bën të rrezikshme dhe bota u ngushtua në një lutje të tmerruar, nuk kishte pyetje se ku do të shkonte. Ai shkoi aty ku punonte Amara. Sepse ajo ishte personi i vetëm në këtë qytet të cilit i besonte jetën e djalit të tij. Tani, i ulur në dhomën 714, duke mbajtur dorën e Ilirit ndërsa djali flinte, Besniku kishte dëgjuar gjithçka. Kishte dëgjuar infermieren kryesore duke folur për urdhrin e transferimit. Kishte dëgjuar Amarën duke refuzuar. Kishte dëgjuar emrin e Viktor Dodës të shqiptuar si një vendim. Dhe kishte dëgjuar pëshpëritjet në korridor më pas. Dhe fjalët që stafi thoshte kur mendonin se askush nuk po dëgjonte. Mbaroi. Doda do ta pushoj nga puna. Për çfarë? Për të bërë punën e saj. Për të mos ndjekur urdhrat e tij. Atij nuk I intereson pjesa tjetër. Besniku e shikoi djalin e tij. Gjoksi I Ilirit ngrihej dhe binte. I qëndrueshëm. I barabartë. Gjallë. Pastaj Besniku shikoi fshesën lagështie të mbështetur pas murit. Tutat gri. Distinktivin që thoshte shërbim pastrimi me shkronja aq të vogla sa duhej të ngrysje sy. Ai mendoi për 900 milion euro të ulur në llogari në Zvicër dhe Londër. Ai mendoi për telefonin në dollapin e tij. Jo celularin e vjetër që mbante në tuta, por telefonin tjetër. Atë me kutinë e zezë. Ai me 3 numra të ruajtur në të që mund të lëviznin male. Ai mendoi për të gjitha këto. Dhe pastaj dëgjoi hapa në korridor. Këpucë të forta. Të shpejta. Duke ardhur drejt dhomës 714. Viktor Doda po vinte. Ai nuk erdhi për të shpëtuar fëmijën. Ai erdhi për të shkatëruar gruan që e bëri këtë. Viktori e hapi derën e dhomës 714 në orën 1:12 pasdite. Pas tij ishin infermierja kryesore e turnit të ditës dhe një rojtar. Amara ponderonte pikatore të Ilirit. Ajo u kthye kur dera u hap. Pa Viktorin. Pa rojtarin. E dinte. Zonja Berisha, dilni në korridor, ju lutem. Jam në mes të. Tani. Amara e vendosi pikatoresh. Shikoi Ilirin. Djali po e shikonte me sy të gjerë dhe të frikësuar. Ajo I preku ballin butësisht. Kthehem menjëherë, zemër. Doli në korridor. Viktori nuk humbi kohë.
Kishte një dosje manile. E kishte provuar këtë. Zonja Berisha, me efekt të menjëhershëm, punësimi juaj në Spitalin Rajonal të Tiranës ndërpritet. Arsyet janë si vijon, administrimi pa autorizuar i trajtimit pa firmën e mjekut kujdestar. Përdorimi pa autorizuar i burimeve farmaceutike të spitalit. Mosbindje e drejt për drejt ndaj një urdhri administrativ transferimi. Këto janë shkelje në nivel pushimi nga puna sipas seksioneve. Po më pushoni nga puna përse shpëtova një fëmijë që po vdiste. Nofuli i Viktorit u shtrëngua. Po ju pushoj për shkelje të protokollit spitalor. Iliri Leka do të kishte vdekur tani nëse do të kisha ndjekur protokollin tuaj. Ai do të ishte përplasur në pjesën e pasme të një ambulance në autostradën Tiranë-Durrës sepse ju donit të kurseni 14.000 euro. Kjo nuk është përcaktimi juaj për ta bërë. Atëherë i kujt është? Sepse ju nuk jeni mjek. Ju nuk jeni infermier. Ju nuk i mbani duart e fëmijëve në orën 3 të mëngjesit kur nuk munden të marrin frym. Ju uleni në një zyrë dhe lëvizni numra në një spreadsheet dhe e quani kujdes shëndetësor. Fytyra e Viktorit u ngurtësua. Damarët e qafës i dolën në pah kundër jakës. Distinktivin tuaj, tha ai. Dhe këtu filloi kjo histori. Korridori. Rojtari. Distinktivi i shkëputur nga gjoksi i saj. Por tani e dini se çfarë bëri ajo. Tani e dini pse e bëri. Dhe tani e dini se njeriu që pastronte dyshemet po shikonte çdo sekond të saj. Ajo mendoi se më e keqja kishte kaluar. Por për Besnik Lekën, sapo fillonte. Amara doli nga Spitali Rajonal i Tiranës në orën 1:30 pasdite. Duke mbajtur një kuti kartoni me 11 vjet të jetës së saj brenda. Një foto e prindërve të saj në kornizë. Një filxhan kafeje që thoshte infermierja më e mirë në botë që fëmijët e katit të 7 i kishin dhënë 3 krishtlindje më parë. Një bim e vogël që ishte disi ende gjallë. Dhe një stetoskop që e kishte bler me rrogën e parë. Shi kishte pushuar. Qielli ishte gri dhe i rënd, por ajri ishte i ngrohtë dhe i trash. Siç bëhet Tirana pas një stuhje kur qyteti është ende duke pikur. Ajo e vendosi kutin në sediljen e pasme të makinës së saj. Një Toyota Yaris 12 vjeçare me një gërvishtje në derën e pasagjerit dhe një plasaritje në xhamin e përparm që vazhdonte ta rregullonte. U ul në vendin e shoferit. Vuri duart në timon. Dhe qau. Jo qetësisht. Jo ajo lloji kur lotët rrjedhin dhe i fshin dhe vazhdon. Lloji që vjen nga barku. Lloji që të përkul përpara derisa balli të prek timonin dhe shpatullat të dridhen dhe nuk merr dot frym dhe nuk mund të ndalesh. Qau për 11 vjet. Qau për çdo turn nate. Qau për çdo fëmijë që mbajti në krah dhe çdo prind që ngushëlloi dhe çdo mjek që ndihmoi dhe çdo herë që shkonte në shtëpi në orën 7 të mëngjesit dhe binte në gjumë me uniform sepse ishte shumë e lodhur për të ndëruar rrobat. Qau për Ilirin. Për një djalë 7 vjeçar që kapi cepin e uniformës së saj dhe nuk e lëshoi. Qau derisa nuk i mbeti asgjë. Pastaj ndezi makinën dhe shkoi në shtëpi. Brenda spitalit, në dollapin e pastruesit në katin e 7, Besnik Leka hapi dollapin e tij. Zgjati dorën përtej tutave të pastra, përtej çantës së drekës, përtej celularit të vjetër në rafë. Zgjati deri në fund, pas një grumbulli leckash të palosura dhe nxori një telefon në një kuti të thjeshtë të zezë. Nuk e kishte prekur për 4 muaj. Herën e fundit që e kishte përdorur ishte për të konfirmuar një transferim parash në një spital fëmijësh në Shkodër. Endezu. Priti që ekrani të ngarkohej. 3 kontakte. Kaq. Shtypi të parin. Ra 2 herë. Besnik. Zëri në anën tjetër ishte i kujdesshëm, i befasuar, vigjilen. Si një njeri që ka pritur një telefonat që nuk e priste të vinte kurrë. Agim. Më dëgjo me kujdes. Agim Leka, vëllai më i vogël i Besnikut, 51 vjeç, aktualisht SAEU i Leka ndërtim, aktualisht duke menaxhuar 912 milion euro në asete, aktualisht i ulur në një zyrë qoshe në Tiranë. 14 orë përpara Hostonit në orën 3 të mëngjesit, sepse telefoni i tij binte vetëm në këtë orë kur bota ishte gati të ndryshonte. Po të dëgjoj. Më duhet të dërgosh avionin në Tiranë, aeroportin e Rinasit.
Më duhet këtu deri nesër në mëngjes. G700? Po. Besnik, çfarë po ndodh? Djali im po vdiste. Një grua shpëtoi jetën e tij. E pushuan nga puna për këtë. Heshtje në linjë. Dhe njeriu që e pushoi ulet në një zyrë në këtë spital duke marrë vendime për fëmijë që nuk I ka prekur kurrë. Ai e drejton këtë ndërtesë sikur të ishte biznes. Dua ta blej. Të blesh çfarë? Spitalin. Spitalin rajonal të Tiranës. Zbulo kush e zotëron. Zbulo strukturën e korporatës. Zbulo çdo antar të bordit. Dhe agim, zbulo sa do të kushtonte për të vënë një administrator të ri në atë karrige deri të premten. Agimi heshti për 3 sekonda. Pastaj tha, sa para je gati të shpenzosh? Çfarë të duhet? Dhe gruaja? Infermierja? Besniku shikoi fshesën lagështje në qoshe, tutat gri që kishte veshur për 2 vjet, distinktivin që e bënte të padukshëm. Infermierja, tha ai, është personi I vetëm në këtë ndërtesë që më ka thënë ndonjëherë emrin. E mbylli telefonin. Dhe pastaj u kthye në dhomën 714, u ul pranë djalit të tij dhe I mbajti dorën. Iliri hapi syt. Baba? Jam këtu. A do të kthehet infermierja e mirë? Besniku shikoi nga dera. Mendoi për zhurmën e hapave të Amarës që zhdukeshin poshtë korridorit. Zhurma e dikujt që largohet nga vendi ku kishte dhënë gjithçka. Po, tha besniku qetësisht. Ajo do të kthehet. Fati nuk harron. Ai zbredh. Amara nuk flutoi atë natë. Ajo ushtri në apartamentin e saj në një lagje të Tiranës, një dhomë gjumi të vogël me një dritare që shikonte nga parkimi I një lavazhi. Drita e rrugës jashtë hidhte vija portokalli në tavan. Ajo I shikoi dhe u përpoq të imagjinonte se çfarë do të bënte nesër dhe pas nesër dhe ditën tjetër. 11 vjet pa punë, 3 muaj kursime. Kishte një licencë infermierie që tani mund të kishte një njoll nëse Viktori e shtynte shkeljen në bordin shtetëror. Në moshën 34 vjeçare mund të duhej të fillonte nga e para nga asgjëja. Telefoni I saj zuri në orën 6:17 të mëngjesit. Një mesazh nga një numër që nuk njihte. Zonja Berisha, ju lutem mos shkoni askund këtë mëngjes. Dikush do të vijë tek ju. Një mik. Ajo e shikoi mesazhin. Pothuajse e fshiu. Por diçka, një ndjenjë që nuk mund ta emërtonte, e bëri ta linte telefonin poshtë dhe të priste. Në orën 7:45, një makinë e zezë hyri në parkimin e ndërtesës së saj të banesës. Shoferi doli. Mbante një kostum të errët. Eci drejt derës së saj dhe trokiti. Zonja Berisha? Po. Emri im është David. Më kanë kërkuar t'ju çoj në aeroportin e Rinasit. Dikush do të donte të fliste me ju. Kush? Baba I djalit që shpëtua. Amara I ndjeu gjunjët t'i lëshonin. Zoti Leka? Po, zonje. Ajo u vesh. Nuk dinte çfarë të vishte. Vurigjën më të mirë që kishte, një bluzë blu dhe pantallona të zeza dhe të vetme taka që nuk I kishte veshur që nga dasma e kushërirës së saj 2 vjet më parë. Hipi në makinë. Ata udhëtuan në jug përmes Tiranës, përtej qendrës spitalore, përtej unazës së madhe, përtej lagjeve që ajo kishte kaluar 1000 herë rrugës për në shtëpi nga turnet e natës. Qyteti dukej ndryshe në dritën e mëngjesit, më I ri, më I mbret, sikur po I tregonte diçka që nuk e kishte vënë re më parë. Ata u kthyen në aeroportin e Rinasit, por jo në terminalin kryesor. Kaluan nëpër një portë private, përtej një pike kontrolli sigurie në pistë. Dhe aty ishte një Gulfstream G700 I bardhë me një vit të hollë të artë poshtë trupit. Dielli I mëngjesit e godiste dhe metali shkëlqente sikur ishte bërë prej drite. Ishte makina më e bukur që Amara kishte parë ndonjëherë. Dhe në këmbë në fund të shkallëve, në një kostum që nuk e kishte parë kur ta mbante, ishte Besnik Leka. Ai ishte ndryshe. Jo fizikisht. Ishte ende I gjatë, ende këndor, kishte ende ata sy të thellë dhe thinjat në tëmtha. Por ai qëndronte ndryshe. Shpatullat e tij ishin prapa. Mjekra e tij ishte në nivel. Duart e tij ishin në anët të relaksuara, të hapura.
Ai mbante një kostum blu të errët italian të përsosur dhe një këmishë të bardhë pa kravatë. Këpucët e tij ishin të lëmuara në një shkëlqim pasqyre. Ai nuk dukej si një pastrues. Dukej si lloji i njeriut që ndërton vende. Pranë tij qëndronin 3 persona. Një grua me një kostum të fuqishëm ngjyrë qymyri me një bllok ligjor. Një burr me kostum të errët me një çantë dhe një kufje bluetooth. Dhe një burr tjetër, më i ri, duke mbajtur një tablet. Amara doli nga makina. Takat e saj klikuan mbi pisë. Era nga aeroporti i kapi bluzën. Ajo e shikoi besnikun dhe nuk e kuptoi atë që po shite. Zoti Leka, tha ajo. Besniku eci përpara. U ndal 1 metër larg saj. E shikoi me ata sy pa fund. Zonja Berisha. Amara. Më duhet të them diçka që duhet ta kisha thënë 2 vjet më parë. Ai u ndal. Era u qetësua. Avioni ishte i heshtur pas tij. Emri im është Besnik Leka. Unë jam themeluesi dhe pronari kryesor i Leka Ndërtim, kompania më e madhe private e ndërtimit në Shqipëri dhe rajon. Kam ndërtuar rrugë dhe ura në 9 vende. Vlej më shumë para se sa do të jem ndonjëherë në gjendje të shpenzoj. Buzët e Amarës u hapën. Asnjë zë nuk doli. Për 2 vjet kam pastruar dyshemet e spitalit rajonal të Tiranës. Kam veshur tuta gri. Kam zbrazur koshët e plehrave. Kam pastruar banjot. E bëra këtë sepse më duhej të kuptoja se si duket bota kur nuk ke asgjë. Më duhej të kujtoja atë që prindërit e mi dinin, se e vetmja pasuri që ka rëndësi është se si të trajtojnë njerëzit kur mendojnë se nuk mund të bësh asgjë për ta. Ai bëri një hap më afër. Për 2 vjet ti ishe personi i vetëm në atë spital që tha emrin tim. Jo pastrues, jo bre, jo asgjë. Ti thoshe, mirëmbrëma, zoti Leka çdo natë pa pushim. Sytë e Amarës po mbusheshin. Dhe kur djali im po vdiste, kur bota u ngushtua në një dhomë dhe një lutje, ti qëndrove. Ti mbajte dorën e tij. I këndove. Dhe rrezikove karrierën dhe jetën tënde për ta mbajtur gjallë kur një burr me kostum të thata lije të shkonte. Zëri i besnikut u qa, pak, aq sa duhej. Nuk mund të shpërblej kur për jetën e djalit tim, por mund të bëj këtë. Ai u kthye nga gruaja me bllokun ligjor. Blerta. Gruaja doli përpara. Zonja Berisha, që nga ora 6 e mëngjesit të sotëm, zoti Leka ka bler një aksion kontrollues në Spitalin Rajonal të Tiranës përmes një blerjeje të divizionit të kujdesit shëndetësor të kompanisë MM. Blerja përfshin autoritet të plot operacional. Amara u kap pas makinës. Këmbët nuk i punonin. Bordi i spitalit është rikonstituar, vazhdoi Blerta. Kontrata e zotit Viktor Doda është ndërprerë. Një administrator i ri do të emërohet brenda javës. Amara e shikoi besnikun. E bleve spitalin? E bleva spitalin. Sepse më pushuan nga puna? Sepse ata u përpoqën të linin djalin tim të vdiste dhe personi i vetëm që u vu përballë ishte një infermiere që fiton 53.000 euro në vit dhe drejton një Yaris me xham të plasaritur. Dora e Amarës shkoi te goja. Lotët erdhën. Jo lloji i dhimbshëm i djeshmës, lloji që vjen kur bota pa pritmas ka kuptim në një mënyrë që nuk e prite kurrë. Ka edhe një gjë, tha besniku. Ai zgjati dorën në xhaket dhe nxori një kartë të vogël të bardhë. Ja zgjati Amarës. Amara e mori. E lexoi. Amara Berisha, RN. Drejtore e infermierisë, shërbimet pediatrike, Spitali Rajonal i Tiranës. Pozita sapo u krijua, tha besniku. Raporton direkt në bordin e ri. Asnjë administrator nuk mund të anuloj vendimet e tua mjekësore, kurrë. Amara e shikoi kartën dhe e shikoi besnikun. Shikoi avionin. Shikoi qiellin. Pastaj filloi të qeshte. Lloji i të qeshurës që vjen kur ke mbajtur aq shumë për aq kohë sa e vetmja gjë që të mbetet është ta lësh të shkojë. Besniku buzëqeshi, një buzëqeshje e vërtet, e gjerë, e ngrohtë, plot diçka që dukej si rrezë dielli pas një stuhie. Zoti Leka, tha Amara përmes lotëve, djali juaj më pyeti mbrëm nëse infermierja e mirë do të kthehej. Çfarë i thive? Nuk i thash. Nuk e dija përgjigjen. Ajo e shtypi kartën kundër gjoksit.
Por tani e di. Viktor Doda ishte në tryezën e tij në orën 7:30 të mëngjesit, si gjithmonë, i njëjti vend, e njëjta derë, e njëjta çantë. Asistenti i tij trokiti në orën 7:35. Zoti Doda, ka një telefonat nga bordi i drejtorëve. Ai mori telefonin. Telefonata zgjati 90 sekonda. Kur përfundoi, Viktori mbeti shumë i qetë. Ngjyra i u tërhoq nga lëkura e tij e lëmuar. Nofuli i tij i prerë si xham u lirua. Sytë e tij të shesh, llogaritës, u ndezën 4 herë me radhë, si një kompjuter që merr informacion që nuk mund ta përpunojë. Spitali ishte shitur. Pozita e tij ishte eliminuar. Ai kishte 30 minuta për të mbledhur gjërat e tij personale dhe për të lënë ndërtesën. U ngrit në këmbë. Shikoi filxhanin e tij të bardhë me logon e spitalit. Shikoi çantën e tij prej lëkure. Shikoi nga dritarja në parkimin poshtë, ku një makinë e zezë ishte në punë. E la filxhanin. Mori çantën. Eci nga Spitali Rajonal i Tiranës për herë të fundit. Askush nuk i tha lamtu mirë. 6 javë më vonë, një ceremoni e vogël u mbajt në katin e 7 të Spitalit Rajonal të Tiranës. Reparti i pediatrisë por emërohej. Një pllakë e re po vendosej pranë ashensorit. Shkruante, reparti pediatrik Iliri Leka, sepse çdo fëmijë meriton dikë që qëndron. Amara qëndroi para saj me lot që i rridhnin në fytyrë dhe stetoskopi i saj i vjetër, ai që e kishte blerë me rrogën e parë, në qafë. Pranë saj qëndronte doktoresha Ngozi, e cila ishte emëruar shefe e mjekësisë pediatrike. Pas tyre qëndronte Besniku, në një kostum të thjeshtë gri, duke mbajtur dorën e Ilirit. Djali ishte i shëndetshëm, faqet e tij të mbushura, sytë e ndritshëm. Ai mbante një xhaketë të vogël që ishte pak e madhe dhe vazhdonte të tërhiqte mëngët. Stafi rreshtoi në korridor, infermier, mjek, ndihmës, punonisja e kafeterisë që ruante pjata pas mesnate, rojtari që e thërriste të gjithë vëlla, të gjithë duke duar trokitur. Iliri tërhoqi dorën e Besnikut. Baba, ky është spitali ynë? Besniku e shikoi Amarën. Ajo e shikoi atë. Dhe për një çast, diçka kaloi mes tyre. Jo fjalë, jo një premtim, por një të kuptuar. Lloji i të kuptuarit që vjen vetëm kur dy njerëz kanë qenë të dy të padukshëm dhe janë parë nga njëri tjetri. Jo, tha Besniku për djalin e tij. Ky është spitali i saj. Fati nuk vjen gjithmonë në një stuhi. Ndonjëherë vjen në heshtje, në një paltuta gri, në ritmin e qetë të një fshes lagështje në dyshemen e një korridori. Besnik Leka mund ta kishte shpëtuar djalin e tij në 1000 mënyra të ndryshme. Kishte paratë. Kishte fuqinë. Mund të bënte një telefonat dhe të kishte një ekip specialistësh brenda një ore. Por nuk e bëri, sepse i duhej të dinte. I duhej të shihte se kush do të ndihmonte kur nuk kishte asgjë për të fituar. Kush do të qëndronte kur të qëndruarit të kushtonte gjithçka. Amara Berisha nuk e shpëtoi Ilirin sepse e dinte kush ishte baba i tij. Ajo nuk e refuzoi transferimin sepse po llogariste një shpërblim. Ajo e bëri sepse një djalë 7 vjeçar kapi cepin e uniformës së saj dhe nuk e lëshoi. Ajo e bëri sepse kështu ishte ajo. Dhe fati pa gjithçka. Nuk u ngut. Nuk bërtiti. Thjesht priti. Dhe kur erdhi koha, u ul në një pistë në Tiranë, në dritën e mëngjesit, në formën e një avioni privat që solli të vërtetën e një pastruesi në dritë. Nëse Amara do të kishte ndjekur urdhrin e transferimit atë mëngjes, nëse do të kishte shikuar kartelën e Ilirit dhe do të kishte parë pas sigurim dhe do ta linte të shkonte, asgjë nga këto nuk do të kishte ndodhur. Por ajo nuk e la të shkonte. Ajo u mbaj. Dhe fati u mbajt pas saj. Nëse doni të shihni se këmban fati më pas, atëherë dëgjoni historitë e tjera, sepse në këto histori, ata që sakrifikojnë gjithçka janë ata që marrin gjithçka. Dhe krenarët, ata gjithmonë dalin vetëm. Amara nuk e kishte parë kur atë pamje. Spitali Rajonal i Tiranës, ndërtesa e vjetër peskatëshe me fasadën e saj të zbehtë dhe dritaret që reflektonin dritën e pasdites, duke ndryshe tani. Nuk ishte ndërtesa që kishte ndryshuar. Ishte ajo. Qëndronte para hyrjes kryesore me distinktivin e ri të mbërthyer në xhaketën e saj të bardhë. Drejtore e infermierisë për shërbimet pediatrike. Fjalët i dukeshin ende të huaja në mendje. Por i takonin.
Kishte kaluar një muaj që nga dita kur Besnik Leka i kishte zgjatur atë kartë të bardhë në pistën e aeroportit. Një muaj i mbushur me ndryshime. Bordi i ri kishte punuar shpejt. Viktor Doda ishte larguar dhe në vend të tij kishte ardhur një administratore e re, zonja Mira Shkreta, një grua rreth të 50-tave me flokë gri të shkurtra dhe sy që shikonin drejt në sy. Ajo kishte kaluar 3 ditë duke takuar çdo punonjes të spitalit, nga kirurgu kryesor te pastruesit. Amara e kishte takuar në ditën e dytë. Mira i kishte shtrënguar dorën fort dhe i kishte thënë, unë jam këtu për të siguruar që ajo që të ndodhi ty të mos i ndodh kur askujt tjetër. Ti je shembulli i asaj që ky spital duhet të jetë. Por ndryshimi më i madh ishte brenda Amarës. Ajo nuk ishte më infermierja që qante në makinë pasi pushohej nga puna. Ishte një grua që dinte se besimi i saj te njerëzit nuk kishte qenë i gabuar. Fati kishte vërtetuar se të bësh gjën e duhur, edhe kur kushton gjithçka, nuk të lë kurrë pa shpërblim. Megjithatë, kishte diçka që e shqetësonte. Diçka që nuk mund ta shprehte me fjalë. Ishte mënyra se si Besniku e shikonte. Jo si një shef ose si një mik, por si dikush që kishte parë thelbin e saj dhe nuk donte ta humbiste. Atë pasdite, Amara ishte në katin e 7, duke bërë vizitën e saj të përditshme. Kishte mbajtur zakonin e vjetër të vizitonte çdo fëmijë në repart personalisht. Edhe pse tani kishte një zyrë, ajo kalonte më shumë kohë në korridore se sa pastruesës. Kur arriti te dhoma 714, ndaloi. Dera ishte e hapur. Brenda, Iliri ishte ulur në shtrat duke vizatuar me lapsa me ngjyra mbi një fletë të madhe. Besniku ishte ulur në karrigen pranë dritares duke lexuar një libër. Kur Amara hyri, Iliri ngriti kokën dhe buzëqeshi gjerë. Zonja Amara. Shiko çfarë bëra. Ai i zgjati vizatimin. Ishte një figurë e madhe me një yll në gjoks që mbante dorën e një fëmije më të vogël. Kjo je ti, tha Iliri. Dhe unë. Amara e mori vizatimin dhe ndjeu një nxehtësi në gjoks. Është vizatimi më i bukur që kam parë, Ilir. Do ta varë në zyrën time. Besniku vuri librin poshtë dhe u ngrit. Si po kalon, Amara? Pyetja ishte e thjeshtë, por zëri i tij kishte një ngrohtësi që e bënte të ndihej e sigurt. Mirë, tha ajo. Më mirë çdo ditë. Pastaj heshti. Kishte diçka që donte të thoshte, por nuk dinte si. A ke kohë për një kafe më vonë? Pyeti ajo në fund. Në kafenen poshtë. Jo në zyrë. Besniku e shikoi për një çast, pastaj tundi kokën. Në orën 5. Do të jem atje. Në orën 5, Amara ishte ulur në një tavolinë të vogël në cep të kafenesë së spitalit. Dritaret e mëdha i jepnin pamje nga rruga, ku njerëzit ecnin ngadalë në dritën e pasdites. Besniku erdhi pas 5 minutash. Mbante një xhaketë të lehtë dhe një këmishë të bardhë pa kravatë. Duke ndryshe pa tutat gri. Më i lehtë, më i qetë. U ul përballë saj dhe porositi një kafe të zezë. Doja të flisja për diçka, filloi Amara. Për atë që ndodhi. Për atë që bëre. Besniku e shikoi në sy. Nuk ke pse të më falënderosh. E bëra sepse ishte gjëja e duhur. E di. Por nuk është vetëm kjo. Amara mori frym thellë. Gjatë gjithë atyre viteve, kur ti ishe pastruesi i natës, unë të shija. Por nuk e dija kush ishe në të vërtetë. Tani që e di, ndjehem sikur të kam njohur gjithmonë. Besniku nuk foli me njëherë. Ai e mbajti filxhanin në duar dhe shikoi nga dritarja. Kur erdha në Tiranë, tha ai ngadalë, mendova se do të gjeja paqe në mosqenien e njeriut që isha. Doja të isha i padukshëm, sepse të qenit i dukshëm më kishte sjell vetëm dhimbje. Por ti më sheh. Më ke parë gjithmonë. Dhe kjo më ka bërë të kuptoj se nuk mund të fshihesh për gjithmonë. Ai u kthye dhe e shikoi. Ti më ke dhënë diçka më të çmuar se spitali. Më ke dhënë besimin se ka njerëz që ja vlen të njihen. Amara ndjeu një val të ngrohtë. Por para se të përgjigjej, telefoni i saj zuri. Ishte infermierja kryesore e turnit të pasdites. Zonja Berisha, kemi një urgjencë. Një fëmijë 4 vjeçar ka ardhur me probleme të rënda të frymëmarrjes. Po e përgatisin për në reanimacion.
Amara u ngrit me njëherë. Po vi. Ajo e shikoi besnikun. Më fal. Detyra thërreth. Ai buzëqeshi. Shko. Të takojmë më vonë. Ajo vrapoi drejt ashensorit, ndërsa zemra i rritë fort. Por nuk ishte vetëm nga urgjenca. Ishte nga ai moment në kafene. Në reanimacion, një djalë i vogël me flokë të hollë dhe sy të mëdhenj blu ishte shtrirë në shtrat, duke luftuar për çdo frymëmarrje. Nëna e tij, një grua rreth të 30-tave me një xhup të shprishur, qëndronte pranë, duke qarë në heshtje. Mjeku kujdestar, një djalë i ri me syze, po lexonte kartelën. Pneumoni e rëndë, me ndërlikime. Ka nevojë për intubim nëse nuk përgjigjet brenda orës së ardhshme. Amara ju afrua nënës dhe e mori dorën. Si quhet, pëshpëriti. Arditi, tha nëna me zë të dridhur. Ardit Shala. Ai është gjithçka që kam. Amara e shtrëngoi dorën e saj. Unë do të qëndroj këtu me ty, do të bëjmë gjithçka që mundemi. Ajo e dinte se çfarë do të thoshte të kishe frikë për fëmijën tënë. E kishte parë në sytë e besnikut. Tani po e shite në sytë e kësaj gruaje. Ata punuan pa u ndalur për 3 orë. Amara koordinoi ekipin, monitoroi çdo ndryshim, mbajti dorën e Arditit kur ai hapte sytë nga frika. Në orën 8 të darkës, frymëmarrja e djalit filloi të stabilizohej. Niveli i oksigjenit u ngrit. Mjeku kujdestar pshërtiu i lehtësuar. E kaluam pjesën më të vështirë. Nëna e Arditit ra në gjunjë pranë shtratit, duke e puthur dorën e djalit. Amara qëndroi prapa, duke e parë. Kishte momente si ky që e bënin të harronte lodhjen, pagat e ulta, netët pa gjumë. Momente që ja kujtonin pse kishte zgjedhur këtë profesion. Kur doli nga dhoma, e gjeti besnikun duke pritur në korridor. Ai qëndronte me duar në xhepa, duke e parë me një shikim që nuk mund ta lexonte. Ke qenë këtu gjithë këtë kohë? Pyeti ajo. Po, tha ai. Doja të sigurohesha që ishe mirë. Dhe për të thënë diçka. Ai u afrua. Kam vendosur të mos fshihem më. Kam marrë vendimin të kthehem në krye të kompanisë. Por jo në Shkodër. Do të hap një degë këtu në Tiranë. Dhe dua të investoj në këtë spital. Jo vetëm për Ilirin, por për çdo fëmijë që vjen këtu. Amara e shikoi, e habitur. Kjo është një lajm i mrekullueshëm, besnik. Por pse më thua mua? Ai ngriti supet. Sepse ti je arsyeja pse e bëj. Ti më bëre të besoj se mund të jem më shumë se një hije. Dhe dua që ti të jesh pjesë e këtij udhëtimi. Jo vetëm si drejtore, por si shoqja ime. Nëse e pranon. Amara nuk u përgjigj menjëherë. Ajo shikoi poshtë korridorit, ku dritat e natës po ndizeshin një nga një. Pastaj shikoi besnikun. Unë nuk di të jem gjë tjetër veç se infermiere, tha ajo qetësisht. Por mbase mund të mësoj të jem edhe shoqja jote. Ai buzëqeshi dhe për herë të parë, ajo pa një të ardhme që nuk ishte vetëm spitali dhe turnet e natës. Një të ardhme ku kishte dikë që e priste në fund të ditës. Dhe ndjeu se fati, pas gjithë asaj stuhje, më në fund kishte gjetur bregun e duhur. Por jeta nuk ishte kurrë e thjeshtë. 3 ditë më vonë, Amara mori një telefonat që do të trondiste gjithçka. Ishte avokati i Viktor Dodës. Viktor po padiste spitalin për largim të padrejt, duke pretenduar se blerja e spitalit nga besniku ishte një akt hakmarrjeje personale. Dhe ai po kërkonte dëm shpërblim prej disa milion eurosh. Amara e ndjeu tokën t'i lëshonte përsëri. Ajo nuk kishte dalë ende nga errësira. Por këtë herë nuk ishte vetëm. Besniku ishte pranë saj dhe së bashku, ata do të përballeshin me çdo stuhi që vinte. Padia e Viktor Dodës ishte si një re e errët që varrej mbi spital. Lajmi u përhap shpejt nëpër korridore. Disa punonjës filluan të shqetësoheshin se mos humbisnin punën nëse gjykata vendoste kundër spitalit. Të tjerë ishin të zemëruar. Si guxonte një njeri që kishte vënë fitimin mbi jetën e fëmijëve të kërkonte para. Amara e ndjeu peshën e situatës mbi supet e saj. Ajo ishte në qendër të kësaj historie. Nëse Viktor do të fitonte, ajo do të ishte arsyeja që spitali do të humbiste miliona. Dhe për herë të parë, ajo filloi të dyshonte në vendimin e saj. A kishte bërë gjën e duhur?
po nëse zgjidhja e saj për të shpëtuar Ilirin do të shkaktonte më shumë dëm se sa dobi. Besniku e gjeti atë të ulur në zyrën e saj me kokën midis duarve. Ai nuk trokiti. Thjesht hyri dhe u ul përballë saj. Amara, duhet të flasim. Ajo ngriti kokën. Sytë e saj ishin të skuqur. E di që po mendon se faji është hyt, tha ai. Por nuk është. Viktor Doda e krijoi këtë situatë. Ai vendosi të ndiqte para në vend të njerëzve. Dhe tani ai po përpiqet të na ndëshkojë sepse ne zgjodhëm të bënim gjën e duhur. Por nëse humb gjyqin, tha Amara, spitali do të vuajë. Punonisit do të vuajnë. Dhe unë nuk mund ta mbaj atë peshë. Besniku e mori dorën e saj. Nuk do ta mbash vetëm. Unë jam këtu. Ekipi ligjor më i mirë në vend po punon për këtë rast. Dhe më e rëndësishmja, e vërteta është në anën tonë. Por e vërteta nuk ishte gjithmonë e mjaftueshme në gjykatë. Avokatët e Viktorit kishin përgatitur një argument të fortë. Ata pretendonin se largimi i Viktorit ishte një akt hakmarrjeje personale nga besniku dhe se Amara ishte thjesht një mjet për të arritur qëllimin e tij. Nëse gjykata do ta pranonte këtë, të gjithë vendimet e marra nga bordi i ri mund të anuloheshin. Amara u thirr të dëshmonte. Ajo qëndroi para gjykatësit me duar që dridheshin lehtë, por me zë të qëndrueshëm. Unë vendosa të shpëtoja Ilirin sepse ishte gjëja e duhur për të bërë, tha ajo. Nuk e dija kush ishte baba i tij. Nuk më interesonte. Ai ishte një fëmijë që po vdiste dhe unë isha infermierja e tij. Kjo është e vetmja arsye. Avokati i Viktorit, një burr i gjatë me flokë të thinjur dhe sy të ftohtë, u ngrit për ta marrë në pyetje. Zonja Berisha, a është e vërtetë që ju dhe zoti Leka keni një marrëdhënie personale? Amara ngriu. Ajo e dinte se kjo pyetje do të vinte. Ne jemi miq, tha ajo. Por kjo nuk ndikoi në vendimin tim mjekësor. Miq, avokati ngriti vetullat. Sipas dëshmive, ju jeni parë duke pirë kafe së bashku disa herë pas ngjarjes. A nuk është kjo provë e një marrëdhënieje që shkon përtej miqësisë? Amara mori frym thellë. Unë piva kafe me zotin Leka për të diskutuar të ardhmen e spitalit dhe për të falënderuar për mbështetjen e tij. Asgjë më shumë. Por zëri i saj dridhej pak dhe ajo e dinte se gjykata e kishte vënë re. Seanca vazhdoi për 4 orë të tjera. Dëshmuan mjek, infermier, pacient. Në fund, gjykatësi tha se do të shpallte vendimin pas 2 javësh. Amara doli nga salla e gjyqit e raskapitur. Besniku e priste jashtë. Bëre mirë, tha ai. Por nuk mjafton, u përgjigj ajo. Ne kemi nevojë për diçka më të fortë. Një provë që Viktor Doda nuk ishte thjesht një administrator i rrept, por dikush që vuri në rrezik jetën e pacientëve përpara. Besniku e shikoi për një çast. Pastaj tha, mbase kam diçka. Ai e çoi në zyrën e tij të re në qendër të Tiranës. Ishte një hapësirë e madhe me pamje nga sheshi kryesor. Në tryez kishte një dosje të trashë. Këto janë emaile dhe dokumente që Mousa Agimi, vëllai im, gjeti gjatë kërkimit për blerjen e spitalit. Amara e hapi dosjen. Ajo pa emaile të shkruara nga Viktor Doda. Disa prej tyre ishin të tmerrshëm. Në njërin, ai shkruante një antari të bordit, pacientët pa sigurim janë një barë financiare. Ne duhet të gjejmë mënyra për t'i transferuar ose për t'i larguar sa më shpejt. Kostot e trajtimit të tyre po na shkatërrojnë buxhetin. Në një tjetër, ai diskutonte mënyra për të vonuar trajtimin e pacientëve derisa ata të largoheshin vetë. Amara ndjeu zemrën t'i rritë fort. Kjo është prova që na duhet, tha ajo. Por pse nuk e përdorëm më parë? Besniku pëshertiu. Sepse nuk doja ta përdorja. Shpresoja që Viktor do të tërhiqej vetë. Por tani nuk kemi zgjidhje tjetër. 2 javë më vonë, gjykata u mblodh përsëri. Këtë herë, avokatët e spitalit paraqitën emailet e Viktorit. Salla u bë e heshtur. Viktor u ul në vendin e tij me fytyrë të zbehtë. Avokati i tij u përpoq të argumentonte se emailet ishin marrë në mënyrë të paligjshme, por gjykatësi nuk e pranoi. Provat janë të qarta, tha gjykatësi. Zoti Doda tregoi një model të vazhdueshëm të neglizhencës ndaj pacientëve pa sigurim.
Largimi I tij nuk ishte hakmarrje, por një masë e nevojshme për të mbrojtur jetën e pacientëve. Gjykatësi shpalli vendimin, padia e Viktor Dodës u rrëzua. Spitali nuk do të paguante asnjë dëmshpërblim. Viktor Doda u largua nga salla me kokën ulur. Jashtë, gazetarët e rrethonin, por ai nuk tha asnjë fjalë. Amara qëndroi në shkallët e gjykatës duke parë diellin që shkëlqente mbi Tiranë. Besniku ishte pranë saj. E bëm, tha ajo qetësisht. Jo, tha ai. Ti e bëre. Unë isha thjesht një mjedh. Ajo e shikoi. Pse po e bën këtë? Pse po investon aq shumë në mua dhe në spital? Ai u kthye nga ajo. Sytë e tij të thellë ishin të mbushur me diçka që ajo nuk kishte parë kur më parë. Sepse ti më tregove se çfarë do të thotë të jesh I vërtetë. Për 2 vjet unë jetova si hije. Por ti më pa. Dhe kur pash se si u sakrifikove për djalin tim, kuptova se nuk mund të kthehesha më në errësirë. Ti je drita ime, Amara. Ajo nuk foli. Por dora e saj gjeti dorën e tij. Dhe për herë të parë, ajo ndjeu se e ardhmja nuk ishte më një pyetje, por një premtim. Në spital, ndryshimet vazhduan. Mira shkreta, administratorët e re, krijoi një fond të posaçëm për pacientët pa mundësi pagese. Besniku dhuroi 500.000 euro për të nisur fondin. Reparti I pediatrisë u zgjerua me pajisje të reja. Amara u emërua drejtore ekzekutive e shërbimeve pediatrike, një pozitë që I jepte autoritet të plot mbi vendimet mjekësore. Por ajo nuk harroi kur natën kur Iliri erdhi në spital. Ajo e mbante atë kujtim si një thesar, një kujtesë sepse bënte atë që bënte. Një mbrëmje, ajo ishte ulur në dhomën 714, duke parë Ilirin që flinte I qetë. Besniku hyri dhe u ul pranë saj. Ai është bërë I fortë, tha ajo. Fal teje, u përgjigj ai. Jo, tha ajo. Fal nesh. Ai e mori dorën e saj. Amara, kam menduar për diçka. Doja të pyesja nëse do të ishe gati të fillonim një jetë të re. Së bashku. Jo vetëm si miq, por si familje. Ajo e shikoi atë. Pastaj shikoi Ilirin që flinte. Dhe kuptoi se fati nuk kishte përfunduar akoma. Ajo kishte gjetur më shumë se një punë të re. Kishte gjetur një shtëpi. Po, tha ajo me zë të ulët. Jam gati. Mëngjesin tjetër, Amara u zgjua herët. Dielli depërtonte nëpër perde. Ajo u ngrit dhe shkoi në dritare. Jashtë, Tirana po zgjohej. Njerëzit ecnin nëpër rrugë, makinat lëviznin ngadalë, jeta vazhdonte. Por për Amara, gjithçka ishte ndryshe. Ajo nuk ishte më infermierja e lodhur që qante në makinë. Ishte një grua që kishte luftuar dhe kishte fituar. Dhe në fund të korridorit, në dhomën 714, një djalë I vogël po e priste për t'i thënë mirë mëngjes. Kjo ishte e vetmja gjë që kishte rëndësi. Amara Berisha qëndroi në dritaren e katit të 7. Poshtë saj, Tirana shkëlqente në dritën e mbrëmjes. Pas saj, në dhomën 714, Iliri dhe besniku flinin të qetë. Ajo nuk ishte më infermierja që qante në makinë. Nuk ishte më gruaja që dyshonte nëse kishte bërë gjën e duhur. Fati nuk harron. Dhe kur sheh dikë që sakrifikon gjithçka për të tjerët, ai kthehet dhe e shpërblen. Ndonjëherë me një punë të re. Ndonjëherë me një spital të tërë. Dhe ndonjëherë me dikë që të pret në fund të çdo dite. Amara mbylli dritaren dhe u kthye nga dhoma. Në fund, ajo nuk kishte humbur asgjë. Kishte fituar gjithçka. Dhe kjo ishte e mjaftueshme.